بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجث لفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falenderojmë për ti falë dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij besnik, familjen e tij të pastër dhe të ndershme dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e këtij muaji të Ramazanit, ku thamë se do të flasim për moralin dhe sjelljet dhe karakteret e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam. Përmendëm në fillimin e ligjëratave dhe në vazhdimsi të mësimeve se pjesa më e mirë e historisë së Muhamedit alayhi salatu wassalam është morali i tij. Është morali i tij, pra mënyra dhe trajtimi se si ai e lidh të botën e vet me botën e jashtme. Dhe për këtë arsye Allahu te bareke ve teala e zgjodhi nga krejt cilësitë e pejgamberit alayhi salatu wassalam që kur të lavdron me moral. Pra ne nuk gjejmë në Kur'an se Allahu te bareke ve teala i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti je i mirë se je pejgamber. Apo ti je i mirë se je pejgamber. Pra nuk e ka marrë pejgamberin objekt lëvdrate për pejgamberin alayhi salatu wassalam, por pejgamberia ka qenë përgjithësia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E kur e ka lavdruar çai ka thënë, e ka lavdruar për atë çka është në të brendshmën e tij, dhe ajo është sjellja e tij. Andaj ne për shembull në jetën e kësaj bote e gjejmë nëse i supozojna dy njerëz apo dy djemtri, nëse supozojna njëri është shumë i shkolluar. Edhe kur fillon ti me cilësua ata, thuaj e ka kry shkollën fillore me sukses, të mesmën me sukses, ka kry fakultet, e kështu me radhë fillon me lavdrue dhe fillon me tregu se ka arrit pasuri dhe është zengin, edhe fillon me ja numru disa të mira. Mirë, me çka mundet mu prish këtë që kjo? Mundet mu prish këtë që kjo nëse i thu për shembull, mirë po ajnë hiç se respekton babën e vet. Hiç nuk është i sjellshëm me familjen e vet. Është arrogant, ka karakter të lig. Çfarë thonë njerëzit? Çka thonë njerëzit? S'na duhet shkolla e tij. S'na duhen notat e tij. S'na duhen të mirat e tij të sa tu përmendëm për çfarë arsye? Sepse mjafton mi thanë dikujna si ishte i sjellshëm për mera e tëra. Mirë, nga ana tjetër, nëse supozojmë një tjetër, s'ka arrit me kry shkollë, s'ka arrit me lëvërdit të kësaj bote, apo nuk ka grada dhe autoritetit të kësaj bote. Mirë po, i thonë njerëzit, shumë është i sjellshëm me babën e vet, me nanën e vet, me familjen e vet, komshit e lavdrojnë, shokët e lavdrojnë, ka moral. Çfarë thonë njerëzit? Sa djali mirë qenë ka. Pra, krejta mangësit i mlon morali dhe krejtat mirat i shuan morali i keq. Mu për këtë arsye Allahu xhelalu ala kur e lavdroi pejgamberin e vet, çka tha? Ti e ki moralin e madh. Pra s'munët kurkush me fol diçka se moralin e ki të madh. E tani ne po mundohemi me pa moralin e pejgamberit alayhi salatu wassalam në raporte ndryshme. E pa me gratë e veta në 3 pika. Pika e jetës përditshme, e dyta si i bani tërbije gratë e veta sallallahu alaihi wasallam, e treta si zgjidhi problemet. E pa me rastin e Aishës kur e kishin akuzuar, e pa më rastin kur kishin kërkue me eshtue dozën e të hyrave dhe hargjimeve, dhe se si kitë këtoj i menagjoj pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pas kësaj, kaptina e radhës për të cilën të flasim, apo kategoria dhe klasa e njerëzve me të cilat pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte raport dhe tregoi rahmetin e Allahut në raport me ta, cilat është klasa më e ndihshme për njerëzve të dobët. Cila është ajo? Evladi. Apo për të cilin evlad, tha Allahu xhelalu ala, ka mundësi mu bë fitnë për tyje, joshje, provokim, teston. Andaj tha alayhi salatu wassalam, evladi është me gjbenetun, me bkhaletun. Evladi çtimës me dhan parë sadaka, evladi çtimës me dal luftë, se s'është afër zemrës edhe afër shpirtit. E pejgamberi alayhi salatu wassalam kishte evlad. Kishte evlad dhe e tregoi një sjellje teje të lartë me evlat të vet sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi alayhi salatu wasalam përmendur ligjëratën e kaluar se nuk ka martuar tjetër grua derisa ka pas Hadixhen. Krejt fëmijët e pejgamberit sallam janë prej Hadixhës, por pas një fëmijë. Ajo është Ibrahimi. E ka pas prej Marijës, e cila ka ardhur nga Egjipti. Pra krejt fëmijët pejgamberi sallam i ka me Hadixhen. Edhe fëmijët meshkuj nuk i kanë jetuar. Krejt kanë ndek nër 2 vjet. Ndërsa për evladë i kanë jetuar vetëm vajzat. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka pas 3 djem. I pari është quajtur El Qasim, dhe me këta ka pas pejgamberi sa nofkën e vet. Pra shpesh herë njerëzit para se me qenë pejgamber, pastaj disa prej njerëzve kanë thirrë dhe pas pejgamberisë i kanë thënë Ebul Qasim. Ebul Qasim, sepse arabët të titullojnë me baba i të parit evlad. Me baba i të parit evlad. El Qasim, Abdullah edhe Ibrahim. Këto kanë qenë 3 djem. Asnjani si ka jetu mu bo burr. Krejt kanë dek dvegjën. Ndërsa prej vajzave ka pas 4 vajza. Kemi përmend, po tani na duhet që ta dim pasaj kur thojna hini Zenebi, hini Ruqayya, hini Kulthumi, kush janë këto? Prej vajzave ka pas Zejnebën. E ka pas Zejnebën, çika më e madhe. Pastaj ka pas vajzën e dytë Ruqayya. Ruqayya. Te na i thojnë Ruqayya, ajo është Ruqayya. E treta prej vajzave ka qenë Kulthum. Kulthum. Dhe e katërta ka qenë Fatimja radhiyallahu anhunna wa ardhahunna. Tut katërtat kanë jetu dhe kanë jetu me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe kanë pas evlat. Ligjëratën e ardhshme do ta shohim se si u sill pejgamberi me nipat e vet. Dhe si ka madhru, dhe si ka tregu mëshirë ndaj nipave të tyre. Pra, Qasimi nuk ka jetuar, ka vdek dikon 1 vjet e gjimës, afër 2 vjetve. Njëjtë edhe Abdullahu, i cili ka lind pasi është bë pejgamber, edhe gjithashtu edhe Ibrahimi, i cili ka lind gati pak para vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasallam, dikon viti i 8 dhe i 9 i Hijrit, edhe ky nuk i ka plotësuar as 18 muaj, edhe i ka ndruar jetë. Pra 3 djemt i ka ndruar jetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa vajzat i kanë jetuar. Sa i përket Zejnebës, Zejnebja ka qenë e martuar me një djalë i cili ka qenë nga autoritetet e arabëve. Arabët kur janë mbledh e kanë pasur lloj parlamentit vet, ne dua e kanë thujt. Veni këshillit dhe konsultit, pra presidenca e arabëve. Që aty mrena o ka një njeri i quajtur Ebul As ibn Rabia. Ebul As ibn Rabia. Ky ka qenë nga djemt e famshëm, edhe autoritativ, edhe azgan shumë, edhe trim. E ka martu pejgamberi alayhi salatu wasalam çikën e vet me këtë djalë Ebul As ibn Rabia. Dhe ky njeri ka qenë pagan. Pra pejgamberi nuk e ka ditë kur e ka martu se ka mu kon pejgamber. E ka martu me një arab që ka qenë e zakonshme. Pastaj në luftën e Bedrit o zonë rob, edhe ka një ngjarje të përmend me lenin Allahu te bareke ve teala se si ka hi në Islam dhe se si e ka pranuar Islamin. Çika e dytë, Ruqayya, para se me u martue me Uthman ibn Affanin, ka qenë e fejuar apo e kërkuar prej djalit e Ebu Lehebit, që është i mallkuar në Kur'an. E ka kërku dorën e saj, mirë po për disa mos pajtime e ka shfuqizu pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë martesë. E ka martuar Ruqayyen Uthman ibn Affani, i treti shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çika e tretë, Kulthumi, gjithashtu ka qenë gruaja e dytë masi ka vdek Ruqayya te Uthman ibn Affani radiallahu anhu. Pra ka qenë martuar me Uthman ibn Affan gjithashtu. Andaj ka thënë Uthmanit i zoti i 2 dritave. Pra pronari i 2 dritave, pse si ka pas 2 vajza pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i përket Fatimës, e cila është bija më e vogël, e të cilën pejgamberi shpesh e ka llastos më shumë, edhe e ka mëshiruar më shumë, edhe shpesh e ka përmend derisa thot Aisha, as shumë e ka dash pejgamberi saqë ajo edhe në të hec më kon si pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe kur e ka qel derën, e ka qel si pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka ngjall shumë pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe shpesh e ka përmend Fatimja është mulçia jeme. Mos mangusti Fatimën se e kam domodin si një lloj përgdhelje shtesë ndaj Fatimës radiallahu anha. Kjo ka qenë vajza e fundit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka lind dikun kur i ka pas pejgamberi 41 vite. E ka martuar Aliu i biri Ebu Talibit. Aliu
radhiyallahu an. Këto janë evlat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si sillej me ta? E para, kanë dhënë dietar pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjën e parë që e ka vënë me fëmijët e vet, cila ka qenë emërtimi i mirë. Emërtimi i mirë. Andaj kanë dhënë dietarët se prej domodin dhënjes levërdis të parë të fëmijës është me janu emrin e mirë. Me javnue emrin e mirë. Ndërsa këtu e kemi një tekst veçantë, sepse arabët i kanë emërtuar shpesh herë evlat me emra të këqij. Për shembull, Xhem te arabët e ka emrin Kelb, qen. Pse ju ka dash babës një zagar. Ja ka thënë që kim bëhet qen. E Xhem te arabët ja ka dhënë emrin Himar, gomar. Apo na nuk janojnë a gomar, mos ani e thirrën me emrin e dytë. Për shembull, janojnë emrin e mirë, mos ani thonë hajde o gomar. Kjo nuk ban. Pse? Sepse kjo le gjurmë të truni njeriu. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasallam që ka transmetuar Imam Tabarani në hadith se insani ka hisën nga emri. Insani, njeriu ka hisë për emrit vet. Domthonë, nëse ti janë një emër, edhe ai emër është i keq, ka mundësi me u lidh jeta e tij mbas atij emri. Andaj kur e ka komentuar Ibn Hajar al-Asqalani, që dietar që përmendni shpesh, kur e ka komentuar ku vim te axhallar te pejgamberit alayhi salatu wasalam, pejgamberi ka pas 4 axhallar që e kanë mërije Islamin. E kanë mërije pejgamber 4. 2 e kanë pranuar Islamin, 2 se kanë pranuar. Tu diçka se kanë pranuar, e kanë pas emrat e këqij. Për shembull, Ebu Talibi edhe Ebu Lehebi i kanë pas të lidh emrat me idhuj. I kanë pas emrat, për shembull, Ebu Lehebi e ka emrin Abdul Uzza, rob i Uzzës, rob i putit. Edhe ka met rob i putit. Njëjtë edhe Ebu Talibi, sa është mundu me mësam, s'ka pranu Islamin. Nga ana tjetër, Abbasi edhe Hamza që kanë emrin, i kanë emrat e mirë, mos kanë pas lidhje me idhujtarin. Andaj kjo ka lanë gjurmë edhe tek jeta e tyre. Andaj Sufjan al-Thauri rahimahullah ka treguar se është hak i babës ndaj fëmijës mi alan emrin e mirë. Mi alan emrin e mirë. Për çfarë arsye dhe zot? Sepse lën gjurmë te jeta e tyre. Ka qenë një njeri në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe ka pas emrin Hazm, Iran. A e kuptoni te arabët çugon Iran. Edhe ka ardhur sa me ka pranuar Islamin, edhe pejgamberi ka thonë piso dije i leti, ndroja atë emër. Ka thonë jo unë du çish ma kalon baba. Rregull, maje, çish ta kalon baba. Thot njëri prej dietarëve që ka ardhur ma vonë, prej dietarëve të muslimanëve i cili ka pas emrin Said ibn Musayyib. Apo çfarë ka thonë? Ka thonë vazhdon kjo rëndesa me në familjen tonë. Kur e kanë pyet pse jeni familje e ran, ka thonë sepse babgjishi jon se pa ndruar emrin. Kur i ka thonë pejgamberi ndroje emrin, ai se ka ndruar. Pra ka vazhdu rëndesa, ngarkesa me qenë në familjen e tina. Andaj prej gjës parë që pejgamberi ka bërë me fëmijët e vet, cila emërtimi i mirë. E çfarë manaja kanë emërtimet e evlatëve pejgamberit? Abdullah e kuptoni, robi Allahut. Ibrahim, bab i mëshirshëm. El Qasim ka ardhur disa komente, është ai i cili ndan çështjet apo i cili i ndahet. Gjithashtu prej vajzave pejgamberi ka pas vajza Zeynep. Zeynep çfarë i bie? Zeynep i bie e shëndosh, me shnet të mirë. Ruqayya domethënë e ngritur, e lartë. Ummu Kulthum domethënë me fytyrë të mbushur, po shumë e bukur edhe shumë e shëndetshme. Gjithashtu Fatime domethënë ajo e cila domethënë kujdeset për evladin edhe pasi ta ketë larguar nga gjini vet. Pra kjo është gjëja e parë që e bëri pejgamberi alayhi salatu wasalam me evlat e tina. Tjetër prej trajtimeve të pejgamberit që ka qenë është se është krenuar me vajzat. Është krenuar me evlat e tij vajza. Te arabët ka qenë një traditë. Kur ki vajzë është siklet. Pse me pas vajzë? Për arsye të ndryshme. Për arsye të ndryshme, se ta merr fytyrën e kështu me radhë kanë pas arsye të kota. Pejgamberi e ka ndruar këtë traditë, e ka ndruar këtë kanun. Apo madje as shumë ka shku larg, saqë ka thënë kush ka vajza, i edukon ato, i rrit ato, i bën moralshme, i bën muslimane të mira, bën pengesë për ta dhe
nga zjarri i xhenemit. Pra një anë, një babë, rritin vajza, i edukojnë ato, i rritin mirë ato bëhen pengesë për zjarrit. Dërsa arabët e kanë pasur nga ana tjetër. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, "Men ibtuliya min al-banati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitra min an-nar." Ka thonë alayhi salatu wassalam, kush testohet me vajza. Dhe shikoni se arabët e kanë llogarit test të madh vajzën. Dhe vajza është test i madh. Vajza është test i madh. Mirë po rahmet i madh. Është rahmet i madh. Ka thonë kush provohet me vajza edhe i edukon si duhet ato. Pra, mas mirë që mundet. Atëherë ato bëhen perde mes ti edhe zjarri i xhenemit. Pra njeriu nuk duhet me më kanë inshallah djalë. Ma dhe shikoj traditën e njerëzve. Kush të këshirë më shumë, djali a vajza? Shumica ta supozojmë sondazheve të nanave dhe babave thonë me çikën s'ka. Por çfarë arsye? Por shkak se ajo është haron. E ka brenda vetes atë e cila quhet me qenë nan, me qenë motër, me qenë hall, andaj i mundson më shumë raport me prindët e vet. Ndërsa djali është më i vrasht, është më i ngurt dhe i haron gjërat të sot, duhet këtë raport mirë me to. Kjo ka qenë prej gjërat të sot pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka bërë me vajza. Tjetra prej trajtimeve të mira të pejgamberit alayhi salatu wassalam, cila ka qenë se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka zgjedh burrat për mi bë dhëndër. S'ka thonë cëllit qëlloje. Jo, ka këshirë mirë, kam pe ka burë vajzeve. Apo, andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndodhë që njëra prej vajzave të ti ta ketë burrin pagan. Ajo e dini se në islam, muslimani dhe pagani s'lejohet me nejtë bashkë. Me mësam dhe nëse ka qenë Mekë s'ka mujtë mida. Kur ka shkull Medinë, atëherë ka urdhnu që gradualisht dahet Zenebja për burit vetë, i cili ka pasur emrin Ebul As Ibn Rabia. Çfarë ka ndodhur? Në luftën e Bedrit merr pjesë Ebul As. Pra dhëndri për mësam karshi. Shikoni këtë gjendje? Për mësam është komandanti i ushtrisë muslimanëve. Karshi i ka arabët, Ebu Gjehlin, e ka Umej ibn Khalefin, e ka Utbet ibn Rabia, mesin e të në kanë e ka edhe dhëndrin e vetë. Apo, edhe është zhvillu lufta. Shikoni, ketë ki morali për mësërab, kur ka arë haki Allah, s'ka thonë, kujdes atje dhëndrin tem mëse rokni. Jo. Ma dje ka pas sahabe, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kanë qenë me pejgamberin sa më krejna, e ane e ka pas babën. Ka dalë karshi pejgamberit sa. Sikur që ka ndodhë me Ebu Bekr as-Siddiq dhe Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Kjo kanë kënej baban atana. Apo, po ka dosh Allahu xhelala i ka rujt shumë prej baballarëve të sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zinet rob. Kur zinet rob ki dhëndri pejgamberit alaihi wasallam, i cili ishte pagan, atëherë merr vesh Zenebia se burrin ja kanë zonë rob. Burri ka pas raport me ta, çka ka ndodh? E ka marrë një qafore të vetën, që e ka dhënë amanet nana e vet, Khadija, edhe e ka quë te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ja ka dhënë çon jani burrit tem. Në kuptimin e ka fut disi. Ka thonë jep jani Ebul Asit. Le ta liroje veten me këto pare. Atëherë tu i çarkullu te robnit, nga zant rob mas lufte, kur e ka pa mësram dhëndrin e vet. Edhe thot transmetuesi shumë ju dhimt. Dhëndër, apo dhëndri i dhimbit, dhe tëra mundon me bosi pedo dhëndri më shumë, po dhëndri ja ka dhënë çikën. Ma shumë do të mund të dhim dhëndri se ja ka dhënë ma doptën se sa djali që ljom është i fort vetja, apo thot transmetuesi kur e ka pa riqqatan shadida. Çu që ka ditë kur ja ka pa qaforën e gryes vet. Se Zenebi çka ka bë? Ka marrë qaforën e Khadijës. Khadija gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kur e ka pa qaforën, ka thonë e pas ka qua ajo. Atëherë i kam lehtë për mësam disa pjatyre kontrolluesve që i ka lanë sahabët vet. Edhe i ka thonë, çka mendoni juve, do më thonë, a ka mundësi me e liru këtë? Edhe me e liru, edhe me a këthi altanin që ka thonë juve. Ka thonë nëse e shifni diçka ndryshë atër, se me mësam tani, s'ka mujtaj me ndru, por çka kena luftu? Luftu rrugë të Allahut, a ka thonë pagan, apo? Mësam ka thonë, era ejtum, çka mendoni ju, do më me vullnetin e juve të lira, ka mundësi me liru se kjo dhëndër jemi, plus shikon qaforën e ka të gryës temet ish
gruas teme radhiyallahu anhunna wa ardahunna. Ata sahabët i thonë, po ja Rasulullah, e lirojna. Ka thënë e lirojna, edhe e japmi krejt pasurinë që ne ka dhënë, sepse në kohën e luftës Bedrit, kur janë zonë në rob, i kanë pas disa mundësi. Nëse ke pas pare, e ke liru vetën. Nëse s'ke pas pare, edhe e kanë që ke ditë shkrim lexim. Pejgamberi ka thënë, a ki pare, s'ki pare, mirë. Merri 10 muslimanë që s'din me shkruajt dhe lexue, mësoja u shkrimin dhe leximin dhe shkoje i lirë. E sa pare a dash me dhënë për mu lirue? O dash me dhënë shumë pare, 50.000 euro, 100.000 euro, 200.000 euro, shumë pare dash me dhënë. Edhe u lirue. Edhe ja kanë kthyer edhe parën. Ju ka qenë për respektit madh të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A keni parasysh deri tani? Kjo pagan, shka, të liru, shkavin. Se për e ka nda qikën e vetë. Mirë po, i ka thonë me një shartë. Ma këthen qikën muë. Dhe dhejnë e Zenebja, këtu të une. Apo, so është friguë mu ikë minjarë. Atëherë i ka thonë besën të japë, se nëse më liron, ta këthej qikën. O ta këthej Zenebën. Edhe, i ka shlu disa prej sahabeve, që ta përcjellin, edhe deri sa të vjen në Zenebë, ndoshta ka mundësi dikush me i bodën i dam, edhe ja kthen çikën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ku shkon Ebul Asi, kthehet Mekë, ki kush shkon? A e kuptonin mesin aty parlamentit? O ka pas Çina, ka pas Nam, ka pas njëri nishan të njerëzit. Atëherë çka ka ndodhur? Ka ka thonë, a luftuam po? Ka thonë, a i kam dikujt parë borxh? Ka thonë njëri, po mua. Sa çe? Qëti ka thonë edhe mua mi ki parë çe. Ja u ka kthi këtë parën. Ka thonë, a jemi 0-0? Ka thonë po. Ka thonë tash çkoj ta pranoj Islamin te Muhamedi alayhis salatu wassalam. Ka thonë po pse bane deri tash? Ka thonë shiko. Ka thonë ta kisha pranuar Islamin atje, ju kishi thonë e ka pranuar Islamin, ti maje në parët tona e mos ta i ktheje. Erdha ja u ktheva parët, jemi 0-0, tash ka shkoj te pejgamberi alayhis salatu wassalam edhe e pranoi Islamin. Andaj thot pejgamberi duke e lavdruar dhëndën e vet, burin e Zenebës, haddethani fa saddaqani wa wa'adani fa waffali. Ma foli edhe e majti fjalën, ma dha besën edhe e çoi besën vet. Apo ky ka qenë morali i dhëndrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ky ka qenë trajtimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam me dhëndën e tina dhe çikën e tina. Gjithashtu pejgamberi sa për trajtimin që ka pas ndaj vajzave të veta, cila ka qenë pejgamberi i ka trajtuar vajzat e veta në kulmin më të madh që ka mundësi me trajtu dikan. Djem s'ka pas, sallallahu alaihi wasallam. Djem s'ka pas. Andaj Abu Jehli ka thënë, kam ju sos fara Muhamedit alayhi salatu wasalam. Se s'ka djem. E Allahu xhelala ka bën një sure, shkurt këtë dina përmendsh, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Ajeti funi çfarë thot? Inna shani'aka huwa al-abtar. Ata që po thonë se tu ka sos fara, atin ju ka sos fara. Atin ju ka sos fara. Sepse s'kan mundësi ata me ndal udhëheqjen dhe drejtimin që e ka dhënë Allahu xhelala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në ditë për ditëve hin pejgamberi te vajzave Fatimja. Edhe i thot Fatimës, Aliu e ka kërku dorën tane. Çka po thuhet ti? Ju ka qenë prej dialogu mes babës edhe evladit, që mungon shpesh të muslimanët. E majnë vetën bab e vajz apo bab e djal, sikur më kanë ato asi administrator, apo vetat zyrtare, mere, heke, noje. Në ka mundësi, du të me zbrit rahmetin në tokë, du të me zbrit raporti i mirë në tokë, apo ka thonë shika, ka ardha live, ka lip dorën tane, ti oj qika jeme që ka thua, a je razia, se razia, e kështë të më ratë. Edhe ka shujt Fatimja, ka shujt. Atëherë pejgamberi alayhis salam i jep isharet Aliut se është rregull, pra kime martue Fatimën radhiyallahu anha. Kur e kanë pyet pejgamberi alayhis salam për këtë punë, si ka mundësi të ajo sfoli kur gjë, atëherë ka thënë sallallahu alaihi wasallam, nuk martohet beqaresha derisa merret leje për saj. Shikoni vëllezër, para 1443 viteve shtesë 13. Apo që sot neve na e çojnë krijen drejtat e grave, drejtat e femrës, apo ku janë drejtat e femrës? Deri para 200 vjetëve nuk e kanë njohur zyrtarisht në ato kontrata ndërkombëtare se gruaja anë njeri. Kanë diskutuar. Nuk kemi të vol pralla, hin lexo, çi kanë drejtuar evropian grujën. Kanë diskutuar, ka diskutime. A hajvan, a njeri.
Pejgamberi alayhi salatu wassalam para sa viteve, para 15 shekujve, ka thonë, zban me martue vajzën beqare pa mor izën pja sajna. Ajo ka drejt mu vetë. E pastaj ka thonë alayhi salatu wassalam, kur është pyet e qish me ditna, ajo i vën marrës fol, ka thonë si të shuje, ka pranue. Kur s'do thot jo, kur do, ajo s'tot po, apo ajo shun, ka thonë e shujt me asajna, llogaritët po. Ato shiko këtë trajtim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka vetë bijën e vet. E sa për njerëzve për shembull, as se ban mall bile. Do çka debe kjo? Apo dhe mundohet me imponu diçka çka s'është favorin e saj. Dhe këtë kjo vëzë çfarë ndodh nga mosndjekja e moralit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duhet ta ndjekim pejgamberin në çdo të madhe dhe në çdo të vogël. Ky ka qenë trajtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në martesën e vet. Pra e ka vet Fatimën, a je razi apo nuk e razi. Për trajtimit të butë dhe të moral që pejgamberit alayhi salatu wasallam çfarë ka qenë? Ka qenë lehtësimi i gjërave të bijave të vet. Ka ardhur Aliu radhiyallahu an, edhe i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wasallam, pasi e ka pranuar dorën, ka thënë ja Rasulullah, të martona tash, ta marr në huzën e shtëpia. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, ja pe mehrin, ja pe diçka, mehr. Atëri ka thënë Aliu, s'kam kur gjaj Rasulullah. Fukara zero, s'kam kur gjaj më dhon. Para një anë me thanë si çifti Aliu. Aliu kur vim te nipat, sa i ka lavdruar me sam Hasani dhe Huseini. Mos flasim për Ali radhiyallahu anhu. Ka qenë nga njerëzit e mëdhtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Madje pejgamberi ka bë familjen e Aliut min al-asbat. Asbat ka më zgjat këtij fisi gjat. Apo madje vëzër në Aliun kanë deviju mijë njerëz dhe miliona njerëz. Këtë Irani sot çka e shihni, Irani mbi 80 milion njerëz, Shia e mallkojnë Abu Bekrin dhe Omerin në emën të Aliut, në emën të Huseinit. Apo për çfarë arsye? Për shkak se atë shumë pozit ka pas ky njeri, saqë kanë deviju njerëzit. Për shembull, sikur te Isai, çfarë pozit ka pas Isai te Allahu xhelalu ala, saqë njerëz kanë dhënë gjali Zotit. Ai sa gjali Zotit. Ajo robi Allahu xhelalu ala. Andaj kur nami i madh, njerëzit shlojnë fjalë të mëdha. Shiko, o kanë fukara. O kanë fukara. Madje këtë fukarallok edhe kur apo prijës i muslimanëve, Aliu ja kanë përmend. Ka thonë, si ka mundsi o Ali, ti mu kanë fukara. Ka thonë Allah i ka do kismetet. Doja ka nuk të mrena, e doja ka dhënë parë. Çka? Dikush ka dashur me zonë ngusht. Ka thonë Ali, si mund është edhe i mëshëm, edhe pris fukara. Ka thonë Allah i ka do kismetet. Dikujt ja ka dhënë mene. O kjo rrezik, më kanë ti i mëshëm rrezik, më kanë dietarë rrezik. Ka dhënë edhe dikujt ja ka dhënë me hangër. Ajo harxhohet, cila jetë? Cila jetë? Jeta ajo që ka furnizuar Allahu xhela prej ilmit dhe dijes. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, e ki pas ti në çfarë mburoje? Aliu si ka shkuar me që ajo bëhet me. Ka thënë e ki pas në çfarë mburoje el hutamie. Për një fisit el hutama, kanë qenë që kanë marrua mburoj, prazmore. Ka thënë e ke pas në prazmore, unë sa e di. Ka thënë po, çata e ka, nuk ka shkuar me që kjo mund të më bëj mehr. Ka thënë japja çata çikës teme. Edhe merre. Japja çikës teme, edhe merre. Këtë këta që kanë qujtë, kanë dhënë dietar, vetëm i ka lecu gjërat. I ka lecu gjërat. Vetëm martohuni. Vetëm martohuni. A dhe ka thënë alayhi salatu wasalam, merri më i bereqetshëm është më i lehti. Keni pa disa kur doin me kallëzu se familje ran, janë autoritativ, janë zengina, babe babgjish, pite ademi, pite apo këta ato janë kon zengina, edhe shkon ti me bani ça, edhe i thu sa zotni pilirave 370. Dëmbe kune janë familje ranë. Jo, vallahi mu paskan, mu ka s'kan me lira. I kish pas Fatimja, i kish tanë Aliut, shko mbledhe ti, mbledhe lira. A i di qikën e kujtit e mor, qikën e pengamberit alayhi salatu wassalam, Fatimja radhiyallahu anha. Jo, ka thonë jepja, prazmore. Mi a thonë njani pineve një prazmore. Një prazmore. Shumë prazmore, të luftës. Mas pari Fatimja së në përdora ta. Shtu ka nërë komend. Shka i duhet Fatimja së jo? Për mësëm veç ka dasht me da ligjin. Meher dush me dhanë, jep diçka meher. Andaj duhet më ka njëri i lehtë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu prej sjelljes mirë pejgamberit alayhi sallallahu alaihi wasallam me vajzat e veta, cila ka qenë nuk ka pas më sa mdjem. Mirë po vajzat i ka trajtuar në mënyrë më të mirë. Kur e ka martuar, apo e ka martuar Fatimën, e ka ditë se Aliu s'ka parë. Mënyrë prazmora martuar. Apo atëra pejgamberi alayhi sallallahu alaihi wasallam i ka morë disa pajisje mobile të asaj kohë dhe ja ka dhanë Aliut dhe Fatimës.
si dhurat për martesë. Kjo është ka quhet sot me ndihmu babgjishi çikës vet edhe dhëndrit vet. Apo pejgamberi ka marr në atë kohë, ka marr disa prej petkave të cilat ka pas nevojë për shtëpi, gjithashtu ka marr pejgamberi disa prej jastëqeve të lëkurës, i ka marr pejgamberi disa prej mullive të dorës, se ka qenë në atë kohë sigur si një lloj kuzhine e kohës së sodit, edhe disa prej enëve, edhe disa prej gotave ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vajzës së vet. Kjo çfarë argumenton vëllezër? Se nuk duhet njeriu me thon a ta dhash po grajtash. Do të thosh graj si ka kërkon rrenët. As nuk ka ndoshta i punsum, as ka rrok, e kështu me radhë, kjo traditë është e gabuar. Domethënë e ka trajtuar nusën kur ka hije çika e vet, sikur me e bë hazër djalin për dhëndër. Për çfarë arsye? Sepse është e dop. Sidomos nëse e di se pala tjetër ka nevojë për ndihmë, duhet me ndihmue. Duhet me ndihmu normal edhe baba i idealit, po duhet me ndihmu edhe baba e vajzës. Për çfarë arsye? Po a e ki vajzë? A e ki vajzë po? Pa jo pse ka shku te burri vet. A la vajza jote? A la çika jote? Ajo kur ka dhim pejgamberi alayhi salatu sallam shpesh herë çdo përmendni ka hi mrena, ndom ju ka hi. Edhe i ka mësua. Madje pejgamberi e ka lakmuar shpesh herë Aliun, do e ka përgdhel kur ka nervoz, pse? Sa i hinesër nervoz te çika vet. Ja ka hek nervozën sallallahu alaihi wasallam. Andaj prej trajtimit pejgamberit alayhi salatu sallam ka qenë çfarë? Ka qenë ndihma materiale, financiare për bijën e vet. S'ka shku me tradita të arabëve, as të traditave të ignorancës. Jo, e ka trajtuar sikur më kanë, domethënë prej djemve. Edhe vajzën, edhe djalin e ka trajtuar njësoj. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka legjitimuar që kur të martohesh me bë darsëm. E Aliu, njëjtën përgjigje që ja ka dhënë te Mehri, s'ka më Rasul. Me çka më bëu atë darsëm. Atëherë më ka thënë innehu la budda lil ursi min walima. Do smunësh ti me një dhëndër pa darsëm, pa darsëm. Don sigur po te i kalohen shumë prej procedurave, atëherë kur e kanë nije disa sahabë ka thënë ja Rasulullah, unë ni dela tjetër, unë ni dash, hajde e bëjmë darsëm. Pra ja kanë sahabët që janë ndihmuar ndërmjet vetë. Andaj pejgamberi alayhi salatu sallam ka thënë kur të martohet do njëri pi juve, apo le të baje darsëm qoftë edhe me një delë të vogël. Njëri thot po kujt bja ka zuve këta, banë darsëm. Po duhet darsma, ka disa hadithe të pejgamberit alayhi salatu sallam ka thënë publikimi i darsmës o niçah. Domthon ti kur e bën aktin e niçahit, s'e kur kush, e shohin dy veta, dy dëshmitar, supozimisht. Apo e shohin që të burra që janë koçati. Mirë, ti e merr piçat i grën tanë dhe del. Njëri me të ndart, ku e morë me të gruaje? Ti vjen se ku ti thirrsh tash ato dy dëshmitar, hajde kallzoni se e kam gruaje. Çish e hekit këtë ciklet e bën darsmën. Edhe njerëz e dinë nuk ka martu filani, e dinë se e ka gruaje. Kjo ka qenë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe trajtimit të lehtë të tij alayhi salatu wassalam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka mësue dhëndrin edhe nusën e re, që ka pas këtë rast Fatimën të bijën e vet, që kur të martohen mos me nis natën e dhëndris pa bë dua. Pa bë dua. Gjë e cila shumë njerëzve nga zbavitja, nga argëtimi, nga dehja e qefit habitën. Apo e mos flasmi për dasmat e tona, Zoti na ruaj, me muzikë, e me kanga, e me instrumente, e pastaj kursoset dasma, s'po ma çelë hoxha telefonin. E pse me ta çelë hoxha telefonin? U ka dallashi do gjë kjo. Po jo, ato janë këtë dallashit aty po. Kush ka pshtuar, apo? Andaj, si ka mundsi njëri tranohet, ke çkupit i ka thënë sa martue, apo e pastaj thot hiçja në rahat. Vallahi do ditë në rahat, as qetësi s'ka, as nuk ngon, po s'ka mundsi. Se ti e ke idhnu Rabbul Alamin. Ose ky univers i Zotit. Ti me hin shpituj, me ja uzurpu shtëpinë. Ai ingrati që ka uzurpu shtëpinë, mu kanë ingrat, spaki ta gjuni guri dhe ik. O slerat, mu kanë më i fort. O del me jashtë del, s'munësh të më vazon shtëpinë mua. Mu kanë më i fort se kaç, të nxjerr edhe të poshtërson bile. E ky univers është i Allahut. Nëse na tentojnë në këtë univers, këtë tokë, kjo tokë e Zotit. Nëse na tentojna, jo çka do Allahu me von ta, çka na poshtërson Allahu xhelal. Elush me Allahu që Allahu mos na poshtërsoje as dunja as ahiret. Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam kur e ka ardhur prak të natës së dhëndris, e ka thirr Aliun radhiyallahu an, edhe i ka thënë kur gjamës ban, pam taku mua edhe një herë. Kur gjamës ban, pam taku mua edhe një herë. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thirr për ujë,
edhe ka marr avdes, pastaj e ka stërpik Aliun me atë ujë edhe ka bëu dua. Ka thënë Allahumma barik fihima wa barik lahuma fi binaihima. Ka thënë o Allah, jep ju bereqet këtyre dyve edhe bekoje, domethënë lidhjen e tyre. Bina apo i thonë lidhjes e tyre, natës së dhëndrisë, pra marrëdhënieve intime, arabët i thonë me term sinonimi i cili aludon për ta. Andaj kjo ka qenë prej traditës pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe gjithmonë kur a martu ndonjë sahabe, pavarësisht a kanë prej evlad apo dikush tjetër, ka bëu dua. Ka thonë o Allah, bashkojnë hajër, jep ju bereqet dhe ngjiti me bereqet. Dhe ngjiti me bereqet. Kjo ka qenë prej asaj që pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka trajtuar vajzën e vet. Prej trajtimet pejgamberit alayhi salatu wasalam ndaj vajzës së vet, cila ka qenë kur pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka nis luftën e Bedrit, vitin e 2 të Hijrit, kur është bë Ramazani i parë farz. Ramazani i parë farz, se na po agjërojnë, lutem Allahun që Allah ta pranon prej neve. Kur u bë lufta e Bedrit, ka qenë lufta ndarëse. Uthmani radhiyallahu an ka qenë i angazhuar me grujen e vet, se u koni smut. Edhe përmësam e ka pa. Tash përmësam i ka dy probleme. Lufta, tjetra çika e vet e smut. Çika e vet e smut, Ruqayya. Edhe i ka thënë Uthmanit radhiyallahu an, ka thënë ti rri mos hajden luftë. Këshirma çikën. Këshirma çikën edhe këshire grujen tënde. Këshire grujen tënde. Ka shku përmësam, e ka bo luftën, ka ndodhur lufta e Bedrit, janë kthye. Kur janë kthye, thot Abdullah ibn Ameri, dikush sikur dashni më azon krijen e Uthmanit. Tha ti s'dolen luftë. Shikoj njerëzit janë çështu vëzë. Wallahi stalon për ahiret. Edhe nëse i Uthmani më afali. Edhe nëse je pejgamberi Allahut xhelel xhelalu stalon për ahiret. Si ty do që diçka gabim, pa ta thon selam, pa ta i thu selam. Edhe nëse ti ke arsye prej Allahut xhelel xhelalu. Abdullah ibn Ameri thot, janë nisur disa njerëz duke ironizuar, duke bën me ishara që ti s'dolen luftë, o Uthman, ti s'dolen luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë thot Abdullah ibn Omeri, ju thash unë, a i dinim se s'ka dal luftë, sepse pejgamberi alaihi salatu wasalam i ka thënë ruma çikën se e kam çmut. Ruma çikën se e kam çmut. Apo andaj shikoj pejgamberi alaihi salatu wasalam ka qenë shumë më shumë. Njëri për shembull thot, o jam i zantu në mos më thirrti mund telefon. A ka më i zantë se në luftë? A ka më i zantë se në luftë? S'ka. A ka më i zantë se në luftë? E në luftën e Bedrit, që e lufta më e madhe në botë. Sot Evropa i ka dy lufta botërore. Lufta e parë dhe lufta e dytë botërore. Musliman luftën e parë botërore kur e kanë lufta e Bedrit. Kështu e ka thënë Allahu xhelalu ala. Luftë më të madhe se lufta e Bedrit s'ka. Megjithatë pejgamberi alayhi salatu wasallam e arsyetoi Uthmanin, madje çka i tha o Uthman, ti e kish përblimin të Allahu sikur ai që ka qenë në Bedër aty. Ka thënë edhe e ki e ndarjen e plaçkës sikur që u kon aty. Pse? Sepse ka kshir çikën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu për trajtimet e pejgamberit alaihi salatu wasallam me vajzat e veta dhe kujdesi i veçantë që ka treguar për vajzat e veta, tregon Sahl ibn Sa'd, njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ta ditë për ditëve u nervozua Aliu diçka me gruën e vet dhe doli jashtë. U nervozua edhe doli jashtë. Ardh pejgamberi alayhi salatu wasalam, ai i tha çikës vet, "Ku është Aliu?" Tha, "Patëm diçka, u ngatrum diçka, edhe dul." Edhe s'u tha kur gjë. Dol pejgamberi alayhi salatu wasalam, i tha dikujt në pinjësve, "Lep Aliu, ku është Aliu?" E lepën Aliu radhiyallahu, kur e pa në xhami, duke flet. Shkon pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe i shkon afër. Edhe domodin me një lloj përgdhelje ja gjumbe mësam petkun e vet mbi trupin e Aliut radhiyallahu an, edhe e merr u kon xhamia su kon sikur të na me këto tradita, u kon prej zallit, me zall. E ka marrë do zall për mësam, edhe e ka gjujt. Kur u qua Aliu radhiyallahu an prej xhumit, i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Qum Aba Turab." Apo sepse e ka kap zalli, edhe më mësam tash ka filluar me jafshi zallin dhe i ka thënë, "Çu o arabët i thon Ebu Turab, o baba i zallit." Në kuptimin që e ka përgdhel pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dietar kanë thënë, pse e ka përgdhel këtë rast për mësam Aliun? Pra hin dreçu me çikën time. Hin dreçu me çikën time. Dhe thotë Ibn Hajar al-Asqalani, nuk ka kërkuar detaj pse janë i dhënuar. Ukri janë i dhënuar diçka,
nuk më intereson se i dhu. E ka përkthyer dhëndrën e vet që të ndreqet me çikën e vet. Kjo sa mungon të njerëzit. Sa nusët shkojnë te nanat e veta edhe te babat e vet, ankohen, edhe i thot ti e ki mirë i bia jene. Jo, ka dalë. Sepse ti zban me hasmu me dhëndrin tanë, zban me hasmu me burrin e vet. Duhesh me e trajtue siç e trajton te pejgamberi alayhis salam. Ali edhe çka i tha, "Kom me baturab." Çu o ti i cili e përli me zall. Pra e përqafoi dhe e argëtoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj nuk është marrë me respektu dhëndrin. Nuk është marrë me kërku kënaqësinë e dhëndrit që me ta trajtu mirë çikën. Se ti e ke çikën te ai. Andaj sa më mirë që sillesh me ta, aq sa më shumë e ke siguruar një trajtim të mirë për çikën tënde. Për çikën tënde. E jo, mi nxit vajzat kundër burrave të vet. E mos të nëmbroje, e mos u ban ti më e shkelta aty. E kur t'ja nisi me fjalë, e prish familjen. Vallahi sa familjet janë prish me këta. Andaj shiko pejgamberi alayhis salam çfarë trajtimi. Ai ka thënë çka vet. E na i dhnu tha. E na i dhnu dhe ka dal. Thot Ibn Hajar al-Asqalani, shikone trajtimin e Aliut. Shikone trajtimin e Aliut. Tani jemi këtu Aliu dhe gruaja e vet. Ka dal jashtë, edhe Fatime ka thonë, "Dul s'foli kur gjao." Apo ne si që bojna, dalmi e shlojna një jetësi dhe dalna. Jo s'bën ashtu. Mos foliç. Thot Aliu, thot Ibn Hajar al-Asqalani, ka dal jashtë Aliu që ti qetësohet nervoza. Kur ti qetësohet nervoza, njëri kthehet prap. Kur ti qetësohet nervoza, njeriu kthehet prap. Andaj pejgamberi alayhis salam i dinte se ka mundsi këto klima me ndodh në familje. S'ka, njëri për shembull, nëse thot, a ka mundë të thonë, çish më ka idhnu çikën tim? Jo, rast tjetër do ta shohim se pejgamberi u ka idhnu, po jo për kësaj rasti, por në rast tjetër. Ama kjo është normale. Pejgamberi ka ditë me dallu normalën, edhe kur diçka e ka te kalu tash, nuk ka mrena normales. Andaj prej sjelljeve të pejgamberit alayhis salam me vajzat e veta dhe me dhëndurët e vet, cila ishte sjellja e çit. E dinte se kanë hak ndaj njëri tjetrit, e dinte se ka mundësi mu prish njëri tjetrit, nuk prishte punë që të trajton si cilin prej tyre me atë çka i takon. Gjithashtu prej trajtimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me çikat e veta ka qenë se pejgamberi alayhis salam kur ka hidhur njëra prej çikave të veta në shpinën e pejgamberit u çun kam. U ka çun kam, edhe ja ka kap dorën, edhe e ka puth, edhe e ka përçafuar. Dhe kjo vëzë, o maja, a mund të pranoj pejgamberi është pejgamber një. Ai u kanë presidenti i këtë muslimanëve, kryetari i këtë muslimanëve, komandanti, prisi suprem i këtë muslimanëve. Megjithatë kur ka hiçi ka vetë çun kam, edhe ka thonë merhaban bi Fatime, merhaba për Fatimën, hajde, irmrena. Apo shiko sa prej burrave këta nuk e bojnë me bijat e veta. Hajde, hinë çati. S'mall ashtu. Çfarë respektoje? Sepse ti kur jap respekt, merr respekt. Sa ti jep me respektin çaç merr. Vallahi mos harroni. S'ka dikush që zgzon respekt, dini se s'jap respekt ai. Nuk ka dikush. Andaj shikoni pejgamberin alayhis salatu wassalam. Në ditë për ditë erdhi Othmani, dhëndri vet. Dhëndri vet. Di hardhëndë me diçika. Edhe ju kanë me mësam e ka ngrej kush takon haxhullah që ka pa çish veshën arab. Apo jo bashkësoj sot ka ndrua, po çati paravorësisht. Edhe u kanë me disa shokë me mësam duke nejt, edhe ju kanë tu fladicë nxet, edhe e ka ngrej pa mësam petkun. Edhe ju kanë duk gujt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çish janë kanë tonet, veç dikush ka thënë po vjen Othmani. Othmani me shkallë cilësu i turpshmi këtij ummetit, marrëli më i madh sa ai s'ka pas. Radiallahu an. Edhe me mësam qohet edhe i mlon gujt. Dhe të thonë ja Rasulullah pse i mlove gujt? Kur kem të nejt me neve, thot, a nuk ju vjen marrë për këti me laqive ju men marrë për këtina? Shiko, nëse ti e marrëli, ketë njës kanë më konë marrëli kërë që ti e. Je arrogant, ketë kanë musilë arrogant me ti e. Se qisht bajsh ka mu bëhe. Kështu i tha Gjibraili pejgamberit alayhis salatu wassalam, kema te dinu tu dan. Qisht cilësh cilën me ti e. Qysh po mënojna? Na musil, pa marrë, dikush mu kuq para neve? Zdove. A shiko Othmani, pe mësam, i kam ledh kom të veta, se, qka tha, po edhe me lasë ju vjen marrë për këti njeri. E ku e mua? Unë vjen marrë prej Othmanit radiallahu an. Andaj u qunë kam, thot Aisha, s'ka pas njeri që i kanë gjahë pejgamberi s.a.s. në ecje, në të folme, në sjellje, gjeste, si Fatimja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që ka ardhur u qunë kam për ta pejgamberi alaihi wasallam. Dhe cila u kanë çika më e vogël. Andaj duhet përkthel fëmia.
duhet respektu fëmija. Sidomos, e jo, njëri për shembull e merr, ta supozojna kështu. Thot, a urrit e po, tash për shembull ki ka po 50 vjet apo 60 vjet. Edhe mundohet me trajtu gjithmonë si fëmijë. Shiko, ajo sa fëmijë mo. E kri ka po 20 vjet, o martuaj, nuk ka fëmijë mo. Mundohen disa baballar mi trajtu djemtë vet. Ai ka po 40 vjet. Ai ka e vlad, ai ndoshta udhëheq firm, ai ndoshta udhëheq shumë gjëra udhëheq. Ai thot, hastu, si fëmijë e trajton. Marrë kështu, marrë. Ti në pas raport me ta, se i kimi disa vjet, ajo po burë mo, si me dit njerëzit se o buraj, kur ti mundohesh si fëmijë me e trajtu. Apo, andaj shiko, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin edukuar në shkollën e respektit. E vetëm një ditë për ditëve Abbasin, axhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i than, o Abbas, a ti e më i madh a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Abbasi ishte më i madh me vjet. Çka tha? Ajo është më i madh se unë kam lind para tina. Shiko, Arabët janë të zotët e gjuhës. Tha ajo më i madh se unë tash. Ajo pejgamber o burr, s'ban mi thanë edhe në vite unë jam më i madh se ajo. Po, ki pa disa njerëz po për shkave, po unë jam 40 vjet më i madh se ki. Po ti i ki 40 vjet më i madh se ki. Po dikush me shkollë ti kalon ato 40 vjet. Ku ti shumëzoj 0-0 dali. Te Allahu matët me vepra, me punë, me arritje, me ilm, me takvallok, jo me vjet. Ti mund të pas 100 vjet. Analitit për ditë pejgamberi alayhi salatu wassalam e pa një të verbër, pagan. Edhe çka ndodhi? Ai tha, o Muhammed, mos zgabo më ju afru tokës time. Mos zgabo më nga tokës time. Apo ish plak. Sahabët thanë, ja Rasulullah, a ka zona çefin? Tha jo leje. I verbër në sy, i verbër në zemër. Ai a folet kështu me pejgamberin? Le Allah ja ka mursit. Ka ardhur shumë i shtim u kanë mosh. Ka dha mos zgabo më kalu ka toka ime. Ka pensëm nga shma, mirë po, çfarë trajtimi ka me morë këtë tash? Ka me malku këtë dunjaja. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i çmon të vajzat e veta, u çon të në kam, cili për neve qohet kam për qikën e vetë. Cili për neve qohet në kam për qikën e vetë, thonë, merhaba për qikën teme, hajde. Apo, është në mu që në kam, të menet kam derisa, ajo të ullët, kjo për respektit, dhe kjo të trashëgon respekt. Këta ku ta shofe fëmija, çish e kupton? Du të me respektu të ditën e tash. Se këto po respektohen me zveti. A dhe kështu ka qenë tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka edukuar vajzat e veta në atë çka ai ka besu për veti. Nuk i ka thonë ju një çika të mia tash lazdronu, jo. Në ditë për ditëve ka shku pejgamberi alaihi salatu wasallam në shtëpinë e Fatimës. Edhe e ka gjetë një perde në shtëpi strajt, zbukurume. Edhe nuk ka hije, është larguar. Vjen Aliu radhiyallahu an, edhe e shef Fatimën të mërzit. Thot, çka kije? Thot, jam e mërzit. Thot, pse? Thot, erdh pejgamberi alayhi salatu wasallam deri te dera shini. Thot, s'ka ndodhur kur kështu. Atëherë thot, do ta shihim çka ka qenë. E kërkon Aliu radhiyallahu an pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe e pyet. Ke ardhur deri te dera, edhe s'ke hije. Atëherë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, ma ana wa dunya wa ma ana wa raqm inni ra'aytu ala babiha sitran muwashshian. Ka thon pejgamberi alayhi salatu wasalam, e unë me dunjan çka më lidh mua? Unë edhe dunjaja çka na lidh mua? Shikon vetë që ndarje? Çka më lidh mua me dunjajën? Ka thon çka më lidh mua me këto perde të zbukuruara? Çka më lidh mua me këto perde të zbukuruara? Ka thon unë e pash në derën e saj një perde të zbukuruar me shumë zbukurime. Shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka shku deri aty, u ka kthi. Tash dietar kanë thënë, a haram me mojt perde? Jo, nuk ka haram me mojt perde. Apo, nuk ka haram. Me më kon haram, duhet këtë pishpijave në medal. Se sa perda ekziston aty. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam donte që vajzat e veta të jenë model për në të ardhmen, kanë pas bab, Muhamedit alayhi salatu wasalam. Që mos i thojë dikush, ai mirë se ka dash dunjan, ama këshiria çikën. Andaj për mësam, edhe halalin kër e pa, largoja tha. Largoja më stojnë për qikat e Muhamedit alayhi salatu wasalam, se ato janë të lidhta me dunjajen. Andaj çka tha alayhi salatu wasalam, tha, çka kam unë me dunjan? Çka më lidh mua me këtë dunja? Pra largone atë perde. Kjo ka qenë prej traditës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në trajtimin e vajzave dhe vladëve të tij. Gjithashtu ka ardhur prej traditës në sjellje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me vajzat e veta, se një ditë prej ditëve ankohet Fatimja. Fatimja e ka pas emrin si
vjehra vet. Fatime. Apo andaj pejgamberi alayhis salam një ditë për ditëve ja jep një bez, një copë të mirë të çmueshme Aliut radhiyallahu an, ele të shtëpia. Edhe Aliu e marr e vesh, përpara i kanë bërë veshje vet. Apo edhe i thot pejgamberi sa Aliut, o Ali, sta kum dhon tyje. Jepja atin e Fatimeve, 3 Fatime i ka pas. Fatime ngruje, Fatime nan, Fatime hall. Apo ka thonë jepja atyre ti bën shamia, sta kum dhon tyje. Kur e ka pa pse, ka pas në ta më ndafsh. Për sa ka thonë, harama për burrat e ummetit tan me vesh më ndafsh. Se më ndafsh është për ata të cilët kanë merak me jetu këtë dunja. E për sa ka thonë, burrat e mi, shka unë i baj, ato nuk janë që andaj një ditë për ditë Omer Khattabi i pa do njerëz, domethënë ishin ngjyje, ishin li, gati sikur domethënë ju kish hupa ajo cilësia e burrit. Burri ban më zbukuru, ama jo si gruaja. Jo 5 ora derisa dale a krye një ceremoni e madhe. Jo. Andaj çka i tha Omer Khattabi kur i pa disa njerëz, pra si të njom, apo sikur çot plot për ç't përdorë sot krem apo s'delaj pa i li durt me krem. I tha Omer Khattabi, "Ikhshawshinu." E kupton që shpe? Ikhshawshinu. Tha në pak. Tha jo pak. Se si takon burrit më kon me shminka dhe me kreme. Andaj pejgamberi alayhis salam një ditë për ditëve Fatimja ankohet te pejgamberi alayhis salam se ju kanë aj durt duke e bëhe grunin mill me atë domethën me dorë që e ka shtyp millin apo te mulliri i dorës. Edhe ankohet dhe i thot ja Rasulullah nëse ka mundësi një shërptor me magjet. Apo një shërptor me magjet. Atëherë pejgamberi alayhis salam thot vima vonë. Thot tamam, e kuptova kërkesën. Shkon pejgamberi alayhis salam pasi ato janë shtrije, pak para se me flet. Shiko, edhe ju ka hin midis. Ato janë çu, pse ka thon ala mekanikuma, rrini çati. Edhe ju ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa thot Fatimja, wallahi yakumni edhe të ftoftit e kamve të atina sallallahu alaihi wasallam. Edhe ju ka thon, o ju të dyt. Arabët e kanë për emrin e dy në gjuhën shqipe nuk e kemi. Apo ka thon o ju dy, pra Fatimja edhe Aliu. Ka thon aty kallzoi diçka më të hajrit se një shërptor. Shërptori sa haram me pas shërptor. Ka thon aty kallzoi diçka, e keni parasysh? Çka u anku? Ka thon tu punu ja Rasulullah, babës vet. Mu kput dora, ka punuar. Andaj thot Aliu radhiyallahu an, ja kum dha punë familjes time. Do ja kum dha nanës, do ja kum dha gryes time. Apo andaj shiko çfarë klime e moral e çetu ka, siç e ka ditë punën e vet. Jo si sot për shembull, ka nusje e re, një 15 vet mos prajke punë me dorë. Jo 15 vet, ora që bëj 15 vet mos ani vend fëmia. Jo ti nisja për ditës parë me punu. Apo normal, gjëra çka si ditë të mu tolerue, apo mirë po mbi ditën e parë, pse më ka ble vet mullirin, ka thonë çe mullirin, punoje grunin. I thot pejgamberi alayhis salam, aty ka dhënë diçka më të mirë se sa mulliri, se sa shërptori. Ka thonë kur vinin shtrat, edhe të bini me flet. Thuni 34 herë Allahu Akbar, 33 herë Elhamdulillah, 33 herë Subhanallah, se kjo është më e khajrit për juve se sa me jau sjellun e juve një shërptor. Shikoni, edhe thot Fatimja edhe Aliu ka në transmetim se s'kemi gjetë diçka më forcuese takatit ton se ky dhikr. Kur se kemi lanë? Apo inshallah njëri me e thirr dikan, mi thon hajde ndihmom. Edhe ai mi thon kam nevojë me ndihmue. Edhe ti ja ka zonë një dhikr. Çish e kish kuptuar? Valla thot thira me punue, jo, mirë po se kupton njerëzit se kur të lidhesh me Allahun xhelala, ta ndihmon Allahu te bareke ve teala takatin. Gjithashtu ka ardhur në transmetim tjetër se kur ka kërkuar hizmeçar Fatimja, ka ardhur pejgamberi alayhis salam edhe i ka thënë Fatimës, oj Fatime, atë ta mësoj një dua kur të bish me flet, thuje, ma e khajrit është se shërtori. Ka thënë çka më thon ja Rasulullah? Ka thënë thuj kështu: Allahumma rabbes samawati sab'a. O Allah, Zot i 7 qiejve. Wa rabbal ard, dhe Zot i tokës. Wa rabbal arshil adhim, dhe Zot i arshit të madh. Rabbana wa rabb kulli shay'in, Zoti jon edhe Zoti gjithçkaje. Falikal habbi wan nawa, ai i cili i çan bimët edhe e nxjerr frytin. Wa munzila at-taurati wal injili wal furqan, ti i cili e ke zbrit Tevratin, Injilin dhe Furqanin, Kur'anin. A'udhu bika min sharri kulli shay, kërkoj mbrojtjen me ty o Zot nga sherrri gjithçkaje. Pastaj ka thënë thuaj anta akhidhun bi nasiyatihi
Ka thonë ti o Allah e ka përballi çdo krijesë që e ke krijuar. Thot Allahu, thot pejgamberi alayhis salam thuaj, o Allah, ti je i pari pa fillim, i fundit pa mbarim. Ti je më i larti, s'ka diçka përmi tyje. Dhe ti je më i afërti, s'ka mes teje dhe gjërave dikush që ka mundësi me ndërhyje. Pastaj ka thënë iqdi anna ad-dayn, thuaj o Fatime, o Allah, largona pe neve barën e borxhit, wa aghnina min al-faqr, dhe largona neve fuqarallakun. E fuqarallak tash dietar kanë thënë, çka lidhet kjo duaja me izmeçarin? Fuqara i thonë ana ati çka s'ka mirë. Fuqara gjusë çka i bie, ati çka si punon kurizi. E pejgamberi alayhis salam çka i tha Fatimes, tha thuaj, o Allah, ruan pi fuqarallakut. E çish truan Allahu xhela pi fuqarallakut? Me ta rujt shnetën të ka rujt pi fuqarallakut. Me ta rujt shnetën të ka rujt pi fuqarallakut, pse se kur kish nat këti arrin. A kur s'kish nat kur gjas mundesh me arrit. Andaj tha Fatimes, kjo është më e mira për juve. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, dhe kjo është shumë e rëndësishme, i ka mësuar vajzat e veta mbi atë çka tham që i ka mësu krejt, cila ka qenë përgjithësia. Nuk ka dikush që është shkolluar në shkollën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam vetëm se e gjen vallahi derdli dhe i brengost dhe i shqetësum për milimetrin prej hakeve. Nuk e gjen dikan që shkel mbi këtë shkollë dhe nuk edukohet në këtë shkollë, nuk i intereson haki njerëzve. Si intereson kur gjë? Me rëndësi ai të jetë mirë, me rëndësi ai fjala e tij të jetë mirë. Ndërsa ai i cili tha Hasan al-Basriu, Allahu xhelalu është betuar në surën al-Qiyame bin nafsi al-lawame, mbi shpirtin çortues. Cili është shpirti çortues? Thot Hasan al-Basriu, shpirti çortues është ai i cili kur shkon te shtëpia thot, mos e lëndova filanin. Nashta ja thash gabim. Nashta s'do të më thon ndryshe. E çorton vetveten. Ai i cili është shpirt që nuk e ka përgjithësinë në cilësi, ai këti kanë hakatina. Ai kur shkon te shtëpia çka thot? Filani më hinin hakson. Filani s'ma dha hakin. Filani nuk më respektoi. E cili shpëton te Allahu? Ai i cili thot Abdullah ibn Omeri, kur ja kam la xhenazën babës tem Omerit, e kum gjet ket ishte kon i ajt. Zë e ka bë trupin. Tu i mshu trupit vet me shkop. Pse? Duke i thon, o Omer, çka kemi bë për Allahu xhelalu ala. Andaj para se me ndru jetë, i tha djalit vet Omer Khattabi, tha o djali jam. Tha kur të mshtinin varr, në ma faqen për një guri, ndoshta Allahu më shef e më mëshiron. Këto njerëz, i cili kon komplet i drejt, megjithatë ata u shtut për Allahu te bareke ve teala. Dëgjoni tani këtë rast i cili ndoi më të ngjeshmit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në ditë për ditëve e thirr pejgamberin Fatimën. Edhe i thot, ja Fatimatu. Në transmetim tjetër, ja Fatimatu binte Muhammedin. Oj Fatime. Në transmetim, oj Fatime. Në transmetim tjetër, oj Fatime e bija Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çai ka thon? Ka thon anqidhi nafsaki min an-nar. Ka thon, oj Fatime, shpëtoje vetën pi zjarmit. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a. Se përpara Allahut kur gjë s'ka mundësi më dobi. Ja, transmetim tjetër ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj Fatime e bija Muhammedit, lip pi babustan prej pareve çka dush. Çka të mëjme me me pare, nimoj. A kjo pejgamber? Thot lip pi pareve çka dush. Ka thon se vallahi përpara Allahut s'nt nimoj kur gjë. E tani vëzër, kjo hadith ka shumë dobi. Ka shumë dobi. Nuk kemi mundësi, vetëm një. Nëse e bija Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pi këtë dunja për jëmësa me pastron, ti shpëtoje vetën vetë. Na, unë e biri filanit, ti biri filanit, njani thotë unë e kam haqijën, a gjithë thotë unë e kam hoxën, a gjithë thotë unë e kam vla hoxën, a gjithë thotë unë e kam dajën hoxë, a gjithë thotë unë e rri me burat mirë, a gjithë thotë unë e rri me një shkafalën. Vallahi për Allahut kur gjozë me dobi. Pa ato në varë s'hin me tyje, ti hin vetë varë. Andaj shka i tha, oj Fatime, shpëtoje vetën, se unë e kur gjabër për Allahut s'maj dobi. Andaj nëse na nuk e shpëtojna vetën, vallahi hargjohet dunjaja. Këto lidhe që ka i kena, Allahu gja keti këput në akhirat. Keti këput në akhirat. Dhe i ka përmenë skenat Allahu gja në Kur'an, si do të këputën lidhjet. Do të këputën, keti do të këputën. Se një kërkush kërkan. A mund është për para më një gjendje, që është ketë që të në gjami jena ketë vesht, elhamdulillah. Allah në këmë cu mu vesh. Dhe kjo është begati e Zotit. Për jëmësëm ka thanë,
yuhsharun nas, ditën e kiametit ngjallën njerëzit, çish ngjallën? Të pabam sunet edhe patesha. Patesha. Kur kush kërkan se këshirë, to e mlu vetën. Leje që i e patesha, po leje gjuna që i kena po, për para Zotit e bare kjo e tjera. Atë shkon menja ti minimudi kanë, jo njerëzit, pejgambert heqin dorë. E të shkon, së jam thot për tyje. E lusë për Allahun që Allah të në leconat ditë e ramë për para Zotit e bare kjo e tjera. Kjo ka qenë për e tratimit pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me vajzat e veta. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe me këta e përfundojna, pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë i zellshëm që mos t'i mërzit vajzat e veta. Ku ka pas mundësi që të fut gëzim në zemrat e tyre, e ka fut gëzimin në zemrat e tyre. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon Aisha radhiyallahu anha se në smundjen e fundit që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, s'ka mujt me fol, apo edhe kanë hinë njerëzit një pas një e kanë vizituar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Derisa thot Aisha erdh Fatimia edhe kur e pa gjendjen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, filloi me çaj, se baba vet i smut po ndron jetë. Atëra pejgamberi alayhi salatu wasalam e afron Fatimën afër vetes, edhe ja thot një fjalë nga njëra anë edhe një fjalë nga ana tjetër. Thot Aisha radhiyallahu anha, e pyeta unë mos i dol thashoj Fatime, çka tha, një herë keshe, një herë kajte. Apo pak një herë çajte, pastaj qeshe. Nuk më kallzoi thot deri sa ka ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ndru jetë e ka vet prap Aisha. A e di kur pa ndru jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Një herë kajte, pastaj keshe. Çka tha? Se shumë po du me di çka tha. Thot më tha kur u afrova, më tha oj Fatime. Gjibrili alayhi salatu wasalam çdo vit ma ka lexu Kur'anin një herë. Gjatë një vitit komplet Kur'anin ma ka lexu. Ka thon si vjet ma ka lexu 2 herë. Ka thonë unë nuk kam koment tjetër të kësaj, vetëm se unë nuk qona më, unë kam e dek. Edhe ajo ka shpërthim vaj. Nuk ka kajtë se, i ka zhu vetëm, unë nuk kam koment vetëm, kam e ndrujet. Ka thonë, ndërsa, në anën tjetër, që kam tha, më tha, e ti oj bia ime, je e para shka vjen mas muhe. Ti e para shka vjen mas muhe. Von ti e prej zonjave të banorëve të gjennetit. Edhe pasaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, asje e knast që ti esh e para që takohesh me mua në ahiret. Atëre ka qesh Fatimia radhiyallahu anha. Dietarët çfarë kanë thonë? Ka thonë mësam edhe në krizën më të madhe, tu ndru jetë. Para më tu ndru jetë, shpirti i mirë ç'a bën? Tash për shembull, zakonisht çka thonë? Ai ka qenë në vet, jam të dek thotë unë. Jo mua banëm në atmosferë. Për mësam të kundërtën. Ai e dishte se kemë dek, e përgatiti që kam e dek. Mirë po megjithatë u mundu me e fut në gëzim. Tha, oj Fatime, ti e para më takon mua. Ti e para më takon mua dhe pas 6 muaj dhe ka ndru jetë Fatime radhiyallahu anha. Kjo ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej traditave që i ka pas pejgamberi alaihi salatu wasalam është se kur e kanë thirr vajzat e veta, me njëra është përgjigj. I prej ditëve e kanë thirr njëra prej vajzave të veta se i ka ndruar jetë fëmia. Thuhet se ka qenë Zejnebia radhiyallahu anha, e ka thirr se djali i vet është duke i ndruar jetë. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka shkuar dhe e ka marr. Edhe e ka kap në çastet e fundit duke ndruar jetë. Apo edhe ka filluar me çajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe ka qenë disa prej shokëve të pejgamberit pranishëm dhe i ka thonë ja Rasulullah, kjo çka është? Pse po ka? Sepse sahabët e kanë ditë se pejgamberi ose zut me kajt në kuptimin se pejgamber, ose se e kanë ndaluar vajtimin. E kanë menduar se e çajtja është vajtim. Atëherë ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Hadhihi rahma." Ki lotë shkeni të pa, te une, është rahmet që Allahu e ka vendosur në zemrat e robëve të vet. E Allahu nuk i mëshiron prej robëve të vet, posa ata që janë të mëshirshëm. Posa ata që janë të mëshirshëm. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njëri i mëshirshëm. Ka qenë njëri i cili i ka trajtu mas mirë që ka mundësi vajzat e veta. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithmonë që kanë pasur një nevojë vajzat e veta apo kanë pasur një problem, gjithmonë i është përgjigj vajzave të tyre, nuk ka hezituar asnjëherë. Në çfarë do gjendje që ka qenë, i është përgjigj vajzave të veta derisa ka marrë pjesë edhe në larjen e xhenazeve vet. Në kuptimin jo me trup, s'ka një aty, mirë pa e ka përcjellë për jashtë. Bajani qëta, lane me qëta, pastrone me qëta, pse? Derisa ja ka dhënë
vajzës së vet, Kulthumit, peshën e vet. Ka thonë lanë çështu, ka thonë ku ta krynim thirrni mua. Edhe ka marr petkun e vet, ka thonë mbështellni me çeta. Që trupi i saj të jetë mbështell me petkun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është shumë shkurtimisht e ndëruar vëllezër rreth moralit të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam me vajzat e veta, e pastaj do të vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve taala me moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me nipat e tij dhe me mbesat e tina. E lutem Allahun te bareke ve taala që Allahu xhelel xhelal na mundson me ndjek moralin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve taala që Allahu xhelel wala na mundson që ta dojna pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. E lutem Allahun te bareke ve taala në këtë muaj të begat, Allahu te bareke ve taala, Allahu na ruan shëndetin, na ruan imanin, na ruan vullnetin për të bërë vepra të mira. E lutem Allahun te bareke ve taala që Allahu xhelel xhelal veprat e mira Allahu t'i ban qabul, të ligat na ishlihen. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.